Rreth 2 dekada kanë kaluar tashmë nga lufta e Kosovës. Kohë e shkurtër kjo për historinë e njerëzimit, por jo për individin. Dhimbja për humbjen e rreth 15.000 civilëve dhe luftëtarëve është ende e thellë. Por të thella janë edhe ndjenjat e mirënjohjes dhe respektit për herojnë që duke lënë jetët e tyre, siguruan lirinë dhe mbrojtën popullsinë. Ashtu sikurse e gjithë bota në shekuj, në mënyrë për të kujtuar dhe nderuar ata që në emër të bashkësisë sakrifikuan jetën, edhe Kosova ka zgjedhur artin në një sër formash të tij, në veçanti skulpturën. Ashtu si poezia apo kënga transmetojnë emocion përmes fjalës e notave muzikore, artet pamore duhet ta përcjellin atë nëpërmjet imazhit. E kur imazhi fizik i heroit është tërësisht i pacënuar në kujtesën e njerëzve, përgjegjësia e skulptorit ecën në të njëjtin hap me dilemat e tij. Sa do t'i përmbahet vërtetësisë fizike dhe sa do t'i jap nga interpretimi dhe këndvështrimi personal? A do t'i arrijë pritshmëritë e publikut? I tillë është edhe rasti i realizimit të skulpturës së njërit prej komandantëve të UÇK-s, heroi të popullit, Shkëlzen Haradinaj. Shkëlzeni është heroi i popullit. Shkëlzeni është general. Ne kemi një gjuhë fjalë më të mira nga kushdo për atë lloj njeriu. Dhe i gjithë ky emocion duhet të transmetohet nga skulptura. Kur konceptohet skulptura, në radhë parë një merret parasysh që mos e bëjmë thjesht një figurë siç është fotoja. Se kjo do ishte thjesht kopje e një figure. Por nëpërmjet figurës, nëpërmjet harmonisë së forma, nëpërmjet simboleve, duhet që të paraqesim një emocion ke audienca që të kuptojnë veprën e atij që ka Shkëlzenit për shembull në këtë rast. Mëngjes vjeshte. Pjerin Kolnikaj dhe Dylber Neziri kanë marrë rrugën e kombit. Përmes një telefonate, disa miq nga Kosova u kërkuan të realizojnë një skulpturë. Një skulpturë monumentale për një nga figurat më të dashura dhe më të respektuara në vend. Heroin e luftës, Shkëlzen Haradinaj. Shkëlzeni u rrit në një familje të madhe nga Glogani i komunës së Dreçanit, me traditë të hershme patriotizmin. I angazhuar vite përpara shpërthimit të luftës, fillimisht së bashku me vllajën e tij Luanin, ai u dallua në rezistencën kombëtare, duke marrë pjesë në protesta dhe aksione kundër padrejtësive të vazhdueshme që i bëheshin popullit të tij. Rënia e Luanit nuk e ndali. Me besimin për t'ia dalë mban në çlirimin e Kosovës dhe mbështetjen e familjarëve që luftuan krah tij, mes tyre babai Hilmiu e i vllai Ramushi, Shkëlzeni nuk e ndalën as plagët e marra gjatë luftimeve të ndryshme. Në prill të vitit 1999, pas ditësh të tëra të ngarkuara me aksione, Shkëlzeni bashkë me luftëtarë të tjerë u nisën drejt maleve të Maznikut, në shpëtim të popullatës civile të strehuar aty, e cila ishte rrethuar nga forcat serbe. Ky do të ishte aksioni i tij i fundit. Në moshën 29 vjeçare, në përpjekje për të shpëtuar civilët, Shkëlzen Haradinaj dha jetën, duke lënë pas 2 voglushët e tij, Shqipdonin dhe Luanin, si dhe bashkëshorten, Syzanën. Emri i Shkëlzen Haradinajt është gdhendur në histori. Imazhi i tij është i gjallë në sytë dhe mendjet e familjarëve të Kosovës.
Mundimi i Pierinit dhe Dylberit qëndron në faktin se monumenti që duhet të realizojnë duhet ketë dy tipare. Të jetë një monument dinjitos nga ana artistike, e nga ana tjetër imazhi i gdhendur, të sjellë madhështinë e asaj çfarë përfaqëson heroi, së bashku me karakteristikat e tij fizike. Kur mbri në Prizren, Pierini dhe Dylberi takohen me skulptorin Sinan Aliu, i cili do t'u bashkohet dy miqve kolegë për të realizuar këtë vepër. Sinani, një herë një kohë edhe ai luftëtar i UÇK-s, sot është i papunë. Për të mundësia për të realizuar një vepër të tillë është një gëzim, një rikthim në atë që ai di të bëjë më mirë, skulpturën. Komuniteti i artistëve i njeh prej kohësh veprat që ka realizuar, si ajo kushtuar Adem Jasharit. Tre miqt nisin rrugën drejt Pejës, qytetit ku do të vendoset monumenti. Të realizosh një vepër të tillë është një përgjegjësi e madhe, përpara njerëzve që e njohin shumë mirë Shkëlqenin, përpara popullit Kosovës e përpara vetë figurës së tij, si komandant e heroi i popullit. Flasim për figurën historike, ka një histori mrapa që i knohet kanga. Dhe në rastin e skulpturës, është e pamjaftueshme realizimi eksakt i figurës për të dalë tek mallështia e veprës së tij, kur thu poeti. Ky si është poeti, është ndryshe skulptori, është ndryshe luftari. Dhe këtë nuk e ndryshon portreti jem. Pra, bëhet fjalë me kapën karakter veprën e tij, jo atë. Dalë përtej. Dhe natyrisht duke i ngjaa atij. Në rekuizit, në situatat historike ku ka shkuar. Fakti që kemi të bëjmë me një figurë që është akoma në mesin e familjarëve, në mesin e të gjithë popullit Kosovës, është vështirë që ti të abstragosh apo të bësh, si më thënë, artin tënd me këtë figurë, për arsye se ato që e njohin e duan Shkëlqenin e gjallë, ashtu siç e kanë njohur. Është ndryshe ke figurat e historisë së lashtë që portreti i tyre për shembull nuk mbahet mend apo pra mban që të bësh ndonjë abstraktim apo abstraksion apo pra interpretimin e skulptorit. Në këtë rast duhet patjetër që të jemi korrekt me portretin e Shkëlqenit, me trupin si figurë, por kjo, domethënë, nuk do të thotë që ne vetëm thjesht të kopjojmë fotografinë dhe të bëjmë Shkëlqenin. Ne duhet patjetër që të mbajmë një qëndrim, pra skulptori ka për detyrë që të mbajë një qëndrim që nëpërmjet kësaj figure, nëpërmjet këtij kompozimi, të paraqesë luftën e popullit Kosovës, heroizmin e Shkëlqenit dhe të gjithë të tjerëve që kanë përfaqësues në këtë rast Shkëlqen Haradinaj. Ndalesa e parë është në qendër të Pejës. Një bust i vogël i Shkëlqenit qëndron aty prej disa kohësh. Artistët i shqetëson fakti se si do duket monumenti në këtë shesh dhe si duhet të transformohet ai. Shpërdame në për plaka këtë në nësore. Jo, po i sugjerova me ka. Jo, tjetër gjë ndryshe dhe ai do një kolonë në qendër atje, që të jenë emrat shkruar. Rrethume me ca stola dhe Janë disa punë për të kryer. Së pari duhet ndryshuar struktura e lulishtes, në mënyrë që monumenti i Shkëlqenit të mos i pengohet pamja. Si është kjo punë? Jo vetëm skulptor, por duhet jesh edhe arkitekt dhe urbanist në këtë profesion.
Përveç realizimit të figurës, domethënë me të gjitha ato kriteret, me ato simbolet, me emocionin që shfaq autori, është shumë e rëndësishme dhe vendosja në një harmoni të figurës me hapësirën. Pas inspektimit vendit ku do të qëndrojë monumenti, tre miqt i bëjnë një vizitë varrezave të Glogjanit, ku prehet në paqe Shkëlzen Haradinaj e bashkëluftëtar të tjerë që dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Ai është një kompleks arkitekturor i shtrirë në një kodër të butë. Pranë Shkëlzenit prehet edhe vllai i tij, Luan Haradinaj. Të gjitha medaljonet me portretet e tyre i ka realizuar Pierini disa vite më parë. Miqt vjen t'i takoj Mustaf Selmanaj, shok i armëve i vëllezërve Haradinaj. Ai është edhe nismëtari i realizimit të monumentit të Shkëlzenit, por jo vetëm. Mustafa është përkujdesur gjithë këto vite që heronjtë e luftës të prehen të qetë në këtë varrezë të rrethuar nga flamujt kuqezi. Muzeu këtu pranë dedikuar heronjve, sot është i mbyllur, e Mustafa ndihet i keqardhur kur tre vizitorët që kanë ardhur për t'i vizituar këta heronj nuk mund ta shohin dot. Po vje kesh për Ciceronin pse nuk o këtë. Ajo ma kesh që kanë vjerë për juve. Me keqare që me pa ditë me mora qenë. Që s'me shqimë që si. E faleminderes për juve që këmë gjithë kohë. Ju rëndera respekt. Respekt për juve gjithë. Faleminderes. Ndërkohë Pierini, Dylberi dhe Sinani u hedhin përsëri një sy emrave që gjenden në këtë varrezë, sikur kërkojnë frymëzim për veprën që duan të krijojnë. Sinani ka realizuar edhe skulpturën e Luan Haradinajt. Grupi të vizitorëve i bashkohen edhe miqe bashkëluftëtar të UÇK-s kur shohin kamerat. Diskutimet vazhdojnë. Si do t'jetë monumenti i Shkëlzenit? Me armë në dorë, në këmbë, i ulur, vetëm apo i shoqëruar nga një figurë tjetër? Mendimet se si do të kompozohet ky monument vazhdojnë edhe në Prishtinë. A do të përdoren edhe elemente të tjera për të plotësuar skulpturën? Flakadan, shatërvan, xham, mermer i zi apo i bardhë për bazamenti. Të gjitha propozimet janë interesante, por cili është ai i duhuri? Po ngjyra e bronzit që do të përdoret, duhet të ketë nuancë në të verdh floriri, kafe, jeshile apo blu.
sepse kthehet në kosh plekësh. Ne ik ujë. Nes na punon flaka. Nes është, se bota ka dhe flakë të përjeqme që jo manë aty pushtarëve. Jesim gjarat me grupeve dhe nuk delegohen përgjithësi në dy projektet, edhe projektin që ka bo Salihu, po edhe projektin që ka bo djali Juda. Dhe këta, për këtë pjesën jo me fontane, po veç ajo pjesa stema e UÇK. Pjerini dhe Dylberi kthehen në Shqipëri. Pas shkëmbimeve të tilla mendimesh për realizimin e një vepre monumentale, është e nevojshme një shkputje. Rrugës Dylberi ndalon për të vizituar skulpturën e peshkatarit në shëtitoren e Durrësit, të realizuar nga i vet, e për cilën kujdeset në vazhdimsi. Mendja e skulptorëve vazhdon të qëndrojë tek skulptura e Shkëlzenit. Pas disa kohësh idet qartësohen. Kërkesa e miqve të Kosovës për të paraqitur Shkëlzenin së bashku me dy fëmijët, tashmë ka marrë formë në imagjinatën e artistëve. Nëse Shkëlzeni do të mbajë një fëmijë në dorë si simbol të brezave që gëzojnë një Kosovë të lirë të pavarur, nuk mund të ketë model më të mirë se sa nipi i tij 7 muajsh, Auroni. Roni, siç e thrasin familjarët, sot nuk e kupton, por pas disa vitesh, kur të shkojë në pej, mund krenohet mes shokësh kur të thotë se fëmia në skulpturë është ai vet. Nipi e frymëzon Pjerinin që të hedhë skicat e para të monumentit që do të realizojë. Skicat pasojnë njëra tjetrën, derisa Pjerini të gjejë pozicionin e duhur të mbajtjes në krah. Auroni po reziston si një trim i vogël. Në fakt i ka ardhur ora të pijë, por duket sikur e kupton përgjegjësinë e pjesës së tij në këtë vepër arti. Në studio është hedhur boceti i parë. Duket si një punë në plastelin, e bërë nga fëmijët, por në të vërtet një punë e ndërlikuar i pret. Figura e Shkëlzenit duhet jetë madhështore, por në të njëjtën kohë edhe njerëzore. Më duket sikur pjesa më e vështirë në realizimin e një skulpture është ai konflikti emocional i autorit me ato që presin audienca për të parë. Populli e don gjallë. Edhe artisti e don gjallë. Përndryshe është një objekt i ftoftë pa arsye. Dhe gjallë nuk do thot eksakt, do thot emocion. Bamja eksakt ka një ndryshim shumë të madh. Është gjallë dhe duket si gjallë, por nuk është gjallë. Ajo si ai prish punë këtë rast, kësaj eksaktës. Dhe asnjëherë s'ka kanë detyrë artit me bë eksakt. Mos di nga problemi është deri ku nalen pastaj. Ku është kufini për të nalë. Përveç skulpturës apo artit tënd, je i detyruar që të bësh skulpturën që audienca pret. Gjetja e këtij ekuilibri do ishte ideale. Nëpërmjet kësaj skulpture, duhet të përcjellim një emocion të tillë që
ai që e shef duhet të kuptoj, ta perceptoj luftën e Kosovës, të ndihet jehona e veprës së tij. Ndryshe është të bësh një luftëtar, ndryshe është të bësh një poet, ndryshe është të bësh perëndin siç ka bërë Egjipti, ndryshe është arti helen. Çdo skulptore ka të brendshme mënyrën se si e shprehet nëpërmjet skulpturës. Puna ka nisur. Fillimisht sipas përmasave të bocetit, duhet të ndërtohet një skelet hekuri që të mbajë gjithë peshën e baltës që do të derdhet mbi të. Frezat presin hekurin, e saldatriçet bashkojnë pjesët. A thua se po ndërtohet skeleti një shtëpie, e jo ai një monumenti. Hekurat e salduara duken si një skulpturë rrymës pop art. Por Pierini mundohet të shohë me sytë e mendjes se si do të duket ajo pasi të mbushet me baltë argjilje. Balta që të bëhet e mirë, duhet përpunuar me duar më parë. Pas mbushjes fillestare, i rëndësishëm është portreti i heroit. Kryqin varja prej lartë të sufi. Ato t'i ve dhe prej të sufi varja këtu të mërandi, nëse prej këtu sufi. Fotografit dhe skicat kroki janë gjatë gjithë kohës të pranishme pranë monumentit që po mbushet me baltë. Në çdo moment pas një dorë balte, veprës duhet i qëndrosh larg, që të kuptosh se çfarë ke bërë. Ka aty një abstragim delikat që mendojmë që është i shnetshëm, është një dinamik që i nxjet dorës, herë i nxjet draperisë, herë i nxjet portretit. Ajo edhe është draperi, edhe është formë, por në shërbim të këtij entuziazëm, të kësaj dinamik, gjithandaj bëhet kjo lojë formale për t'ju afruar një gojllane të saktë. Në çdo centimetër sipërfaqe të monumentit, do të ngelet shenja e gishtave të artistëve. Puna më e rëndësishme qëndron tek portreti. Nuk pat vështirësi se ne na u la dorë lirë mjaft në këtë kuptim domethënë. Mas fakti që ne ishim sigur që Shkëlzeni kishte një karakter, Shkëlzeni ishte ideali i bukur vetë. S'kishte pse mos me kap karakterin. Shkëlzenin e mbajnë mend shumë mirë familjarët. Ngjashmëria fizike duhet të ekzistojë, por edhe hija në portret duhet përçoj njeriu që luftoi dhe sakrifikoi jetën e tij. Duhet të transmetoj madhështinë e një monumenti që do të qëndrojë përgjithmonë në shesh. Figura e Shkëlzenit mund të paraqitej në disa variante, me pushke, me automatike, por ne dhe ju largum kësaj se shumë militare, edhe për vetë faktin që dihet historia e tij që ka dhënë jetën në shpëtimin e popullatës civile, kjo na e bëri më të lehtë neve që të zgjidhim nga ana kompozicionale me dy fëmijë. Edhe bën skulpturën pak më civile, kur e shef figurën të duket sikur është një moment fitoreje, domethënë nuk është thjesht pasqyrimi i asaj pjesës të luftës, por që është një ardhmëria e Kosovës, duke kjo edhe nëpërmjet fëmijëve që dihet që është e ardhmja. Kjo është një ditë e veçantë. Miqtë nga Kosova do të vinë të shikojnë Shkëlzenin. Jo, e shoh se ka një lloj kontakti.
Pjarini dhe Dylberi vazhdojnë me rregullimet e vogla në baltë. Leckat e lagura që e mbajnë të freskët baltën hiqen një nga një. Ka një nervozizëm që shpërndahet si virus në ajër për artistët, në çastet përpara se të shihet vepra e tyre. E sot ata që e shohin për herë të parë janë vëllezërit e Shkëlzenit, miqtë e tij e dikur shok lufte. Duket se gjithçka shkoi mirë. Një foto përpara monumentit, bulos hapin tjetër, atë të derdhjes në bronz. Artistët janë të çliruar, e përshëndeten me miqt nga Kosova. I rikthehen punës. Po që nuk që më nga Kosovë, ne nuk do shkelim bukina. Kosova është edhe mama. Miro pas. Rrugë të mbarë dhe programoni. Pas mbulimit me allçi për të nxjerrë kopje negative, vjen momenti i heqjes së taseleve të allçisë, një nga një. Taselet vendosura njëra mbi tjetrën duken të pakuptimta të shtrira në tokë. Ato po presin bronzin e shkrirë, që t'i rijapin formë heroit, këtë herë për gjithmonë. Fura ndizet. E kilogram pas kilogrami bronzi pritet të shkrihet në zjarrin e nxehtë, për të transmetuar artistikisht përsëri shpirtin e heroit, guximin, qëndrimin, krenarinë e tij e të popullit që i përket. Sot nis derdhja në bronz. Materialin e shkrirë duket sikur e përpin toka. Bronzi i nxehtë si lava e vulkanit hyn thellë në çdo cep të dheu të ngjeshur për të marrë format e monumentit. Pas i ftohet për 24 orë, ato hapen një nga një për të bashkuar përsëri me njëra tjetrën. Pjesët saldohen me njëra tjetrën ngadalë dhe heroi merr formë përsëri.
Tashmë ka mbritur momenti për ta nisur në Kosovë. Giganti prej bronzi ipa në trailerin që do ta çojë në Pejë. Atje gjatë natës do të vendoset në piedestal, në sheshin qendror të Pejës. Gjithmonë ku mbaron një vepër, je shumë i kënaqur me punën, por pastaj fillojnë dilemat më tej po sikur të ishte më. Pra gjithmonë je në kërkim, gjithmonë kërkon diçka të veçantë. Gjithçka është gati. Njerëzit janë lajmëruar. Rojet kombëtare qëndrojnë në krah të monumentit, në pritje të ceremonisë inauguruese. Të tre skulptorët kanë emocione. Finalja ose kurorëzimi i gjithë punës të artistit është momenti që zbulohet shtatorja në shesh. Aty ka emocione të papara, sepse janë gjithmonë ato dilemat se si do të pritet, si do të reagojnë. Njerëzve në shesh ju bashkohet edhe kryeministri Ramush Haradinaj, i cili përpiqet të ushtrëngojë duart sa më shumë njerëzve që kanë ardhur të nderojnë shkëlqenin. Një shenjë mirënjohje e kjo, në cilësinë e kryeministrit, luftëtarit e të vllajt të shkëlqenit, me kujdesin për të nderuar veteranët dhe për të respektuar bacat. Lindur,
Me qenë më afër me luftarët e Pejës e Dugagjinit se sa me mua e me Daudin. Ajo konë shumë i dashtën për çdo luftar, edhe është pashtu fatë sot e nder që vazhdojnë me qenë bashkë, me qenë afër një tjetër, me qenë si duhet. Ne, kur flasim për rrugën tonë dhe liri, nuk harrojmë kontributin e brezha, detarsh, djetarsh, luftetar, pasunik, po që i kanë shkri madhin për atë dhënë tonë. Jemi në pejën e Haxhi Zekës, jemi në pejën e të gjithë patriotëve që i kanë shërbyer atë dhënë. Asnjëherë s'do t'i harrojmë. Kjo është historia e Pejës, o kështu është historia e dhënshme e Dugagjinit. Ashtu është e Istogut, ashtu është e Klinës, ashtu është e Deçanit, ashtu është e Gjakovës, e Raveqit, e Prizrenit, e Suarekës, po ashtu është e atë dhënë tonë. Faleminderit Minduthaçi për prezencë, faleminderit gjithë tjerë. Jam shumë krenar që edhe unë kam qenë bashkë luftar i bijve t'juaj. Ka plot tu që janë prezent, faleminderit shumë për shërbimin që keni bërë atë. Në atë kohë në gjitha format, jo vetëm me luftë, po me çdo përpjekje tjetër që ka bërë Peja, faleminderit. Pas ceremonisë, të gjithë si një trup i vetëm, zbulojnë monumentin e Shkëlzenit dhe emrat e dëshmorëve të UÇK-s. Është një skulpturë ndryshe nga shumica e tyre të dedikuara heronjve të Kosovës. Nuk ka armë, asgjë që të sjellë ndërmend sheshin e një luftimi, por një hero me 2 fëmijë. Një imazh që përcjell ndjesi sigurie, mirënjohje dhe shpresë. Nga që ishte në mes sheshit, apo që i kalohet edhe mrapa kështu, dora me fëmijë, ajo tjetra, fëmia përpara, është një kompleks interesant për nga ana kompozicionale. I dha dorë ardhja e fëmijëve, përveç edhe i dha dorë entuziazmit të veprës në përgjithësi. Pra është si një monument fitoreje, apo i kalon për masat e një shtatoreje personale, të një figure konkrete, edhe prej fëmijëve, prej këtij kompozim mori një afërsi më të madhe me veprën e Shkëlzenit, sepse ai shkoi me shpëtu civil ditën që mëroi jetë. Është edhe fakt historik, dhe historia dha dorë në këtë rast për të përkthyr dhe për të qenë pak më i veçantë nga që kemi parë në sheshet kosovare. Shkëlzeni pastaj kishte një avantazh tjetër që ishte djali i bukur i vet. Ai kishte proporcione monumentale. Ishte i gjatë, dhe kur shën fotografi e ndjen që është i madh, i gjatë, i bukur, shumë tip. Ka prej kollaj karakter, ne ishte. Njerëzit nxitojnë të bëjnë fotografitë e para me Shkëlzenin. E kanë pak të vështirë, sepse ai është gjigant dhe duhet largohen që të realizojnë mirë fotot e tyre. Monumenti i derdhur në ngjyrë kafe të errët del në pak bukur në sheshin e veshur me pllaka të bardha rreth tij. Neve kemi qenë të kënaqur që në moment që e kam parë Shkëlzenin, disa nga bashkëluftarët e tyre kanë qajt edhe kanë shpreh konsiderata shumë të mëdha. Megjithatë kjo është subjektive. Çdo kënd është subjektive, qëndrimi që mbajnë në një vepër arte. Emrat e dëshmorëve janë gdhendur në piramidën e mermert pranë monumentit, duke i shtuar vlerën këtij sheshi në Pejë. Mendoj se në përgjithësi për artistat, në veçantë për skulptorët dhe piktorët, pra arti vizual, më duket se një artist gjatë gjithë kohës duhet të jetë në punë, në kërkim, jo thjesht punë fizike, po në kërkim. Edhe nuk besoj se ka një ditë ose një kohë që ndihesh i realizuar. Më duket sikur gjithë jetën duhet të jesh në kërkim, edhe ajo pika është gjithmonë sa më shumë e kërkon, aq më larg është ajo. Skulptura nuk është kukull, është përtej. Është një subjekt që kthehet në një objekt
Dhe ajo kuklla që thash, miret vetëm një objekt. Skulptura është edhe një objekt, mendoj unë, është një objekt shumë energjik. Është i vetmi rast, mendoj unë, në gjithë çfarë shohim që objekti është energjik. Se s'është asgjë tjetër. Dhe po iku kjo energjia i kthehet në një objekt që çfarë s'duhet asgjë. Është ai emocion që e instalon artisti, ai që ka mundësi në këtë objekt, i cili është një gur apo një bronz apo një dru, i cili mban veten gjithë jetën me këtë mirësi para audiencës, edhe kthehet në terapi për tjerë. Dhe kuklla s'ta jep këtë mundësi. Kuklla në kuptimin banal të fjalës, se s'po du me... Pra të gjitha këto devijime nga përshkrimi i jashtëm, krijojnë mundësi për të folë së mbrëmshmi pak më tepër, mendoj unë. Që skulptura i kushtohet historisë, jo direkt përshkrimit vizual të figurës. Vepra që i dedikohet djalit Kosovës, Shkëlzen Haradinaj, është një tjetër pjesë e historisë së vendit që gdhendet në art. Një prej mënyrave më të përkryera që ka njohur njerëzimi për të nderuar figurat e rëndësishme të tij, për t'i mbajtur ata gjallë mes brezave të sotëm e atyre të sardhmes.